Komisioni Evropian ka prezantuar strategjinë e tij të parë kundër varfërisë, e cila synon të zhduk varfërinë ekstreme dhe përjashtimin social deri në vitin 2050 përmes rekomandimeve jo detyruese dhe udhëzimeve të praktikave më të mira për shtetet anëtare. Strategjia vjen me statistikave alarmante, sipas të cilave rreth 92.7 milion njerëz janë sot në rrezik varfërie ose përjashtimi social në 27 vendet e Bashkimit Evropian, pothuajse 1 në 5 evropian. Objektivi i strategjisë është shumë ambicioz, ndërsa Bashkimi Evropian mbetet larg përmbushjes së objektivit të saj të vitit 2030 për të nxjerrë të paktën 15 milion njerëz nga varfëria. Kriza energjetike për shkak të konfliktit në lindjen e mesme pritet të shtojë gjithashtu një barrë ekonomike mbi familjet, me një ndikim të rëndësishëm në faturat dhe koston e jetesës. Strategjia e Bashkimit Evropian kundër varfërisë përqendrohet në disa aspekte, nga ndihma për fëmijët në familje në nevojë deri te zgjerimi i strehimit social dhe të përballueshëm. Megjithatë, plani nuk vjen me një buxhet të dedikuar për zbatimin e tij. Komisioni konsideron se Bashkimi Evropian tashmë ofron fonde të konsiderueshme për të luftuar varfërinë, siç janë 50.2 miliardë euro nga Fondi Social Evropian, plus për të adresuar përfshirjen sociale dhe privimin material, si dhe 100 miliardë euro për politika sociale të caktuara në buxhetin e ardhshëm shumëvjeçar. Forcimi i programit të Bashkimit Evropian që synon të ndihmojë familjet, mbështetja e të papunëve për të gjetur një punë dhe përmirësimi i mbështetjes për qytetarët e moshuar përmes pensioneve të përshtatshme janë ndër objektivat kryesore të strategjisë. Për shembull, Komisioni do të pilotojë kartën e garancisë për fëmijë në disa vende, një mjet digjital që u lejon qeverive të gjurmojnë fëmijët në nevojë dhe të ofrojnë atyre shërbime falas. Trajtimi i mungesës së strehimit është një tjetër nga prioritetet kryesore të përcaktuara në strategji. Megjithatë, sipas OJQ-ve, mungesa e propozimeve konkrete legjislative në strategji rrezikon të lërë qëllimet e saj më ambicioze, pa mjetet e nevojshme për t'i arritur ato.